Thotë dhe nuk lejohet falja namazit në lindjen e diellit, në kohën kur është dielli në zenet, edhe në kohën kur është duke perëndu ai diell. Sepse po na transmetohet prej Ukbe ibn Amir, i cili thotë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 3 kohë thotë na ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fal namaz. Koha e parë thotë është kur është dielli duke lind, deri sa të ngritet. Do të kej merr dikun 45 minuta. Thotë kohën e dytë është kur është dielli në xhenet, derisa të shtrembrohet për xhenitin, që fillon koha e drekës. Dhe pastaj thotë derisa të perëndojë dielli. Këto 3 kohë thotë është ndalu prej neve me fal namaz. Thotë wa an naqra'u fiha mawtana, edhe me ju lexu tash te aty thotë vdekurve tunë. Me mor bukfaresat hadith, thotë ty që kur të është duke kushtimisht, kur është dielli në xhenet, s'lejohet me i lexu në Yasin në diçka të vdekurve të ju. Nuk është për qëllim këto leximi i Kuranit. Mirë, po dietarët kanë thonë se qëllimi këto me këtë fjalë është namazi i xhenazës. Është namazi i xhenazës. Në çdo 3 kohë të cilat na i tha. Tamam, thotë wala salatu al-janaza, edhe nuk lejohet me fal namazin e xhenazës në çdo 3 kohë. Nga ajo që transmetu pak më lart prej hadithit Ukbe ibn Amir. Thot, edhe jo sejdë të lezimit, sepse që kjo sejdë vjen kuptimin e namazit. Është sejdë se la vjen kuptimin e namazit. Çfarë sejdë e lezimit? Sejdë të la vjen të lezimit është një sejdë që besimtari e bën pasi që ti lexon disa ajete të caktuara që janë në Kur'an, e që pas leximit tëne ai obligohet me bë sejdën e lezimit. Jo pëlqejet, obligohet me bë sejdë. Kohën nuk e ka përcaktuar se kur, mirë po është më mirë me bë sa më shpejt që të jetë e mundur të ndryshë mundet me harru atë sejdë. Tamam. Thot, përveç se namazin e ikindis gjatë kohës perëndimit, e tham pak më herët. Nëse nalet dikush dhe thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë se në çdo 3 vakte, Ukbe ibn Amir edhe ka ndalu me fal namaz. Kohën kur është dielli duke lind, kohën kur është dielli në xhenet, edhe kohën kur është duke perëndu. Nëse mirë të buk falesh ky hadith, na çet se të lashën e namazit ikindis. Dikush për shembull nuk ka mujt me fal, a që janë punë në udhëtim, ka pra se vërtet. S'ka pas mundësi me fal. Tash ti ka fillu dielli me perëndu. Nuk guzon me i thonë atij personi që ty s'lejohet me fal namazin e ikindis, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pas ka ndaluar namazin çdo 3 kohë. Mirë po do të më ndal edhe me kuptu drejt këtë hadith, i cili tregon që nuk është për qëllim namazi i ikindis. Do të thotë kur e ke ikindin pa e fal, do të më fal. Deri në përfundim të kohës së që e tham. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë kush do i cili ka zonë njëre ka ikindis, deri se ka perëndu dielli, e ka nxënë çat namaz. Po të tregon kohën e fundit më kur e ka ky namaz. Tamam. Thot dhe urrejhet që të fal namaz pas namaz nafile, pas namazit të sabahit, derisa dielli del edhe të ngritet në 45 minutë. Dhe thot namaz nafile pas namazit të ikindis, derisa dielli të perëndoj. Do thonë, për këtë arsye e patëm pak më herët që është e pëlqyeshme për ata i cili ka dëshirë me fal namaz vullnetar me vonu namazin e ikindis pak. Për arsye se po thotë që pas namazit të ikindis është e urrejtur me fal namaz vullnetar derisa të perëndon dielli. Mos ta fash shamin fal, mos ta fash çësien fal sa dush. E ki me lanin që deri në bakt, deri në fund të kohës së asís. Mirë po jo pas të fash namazin e ikindis. Për këtë arsye nëse dëshiron ti me fal namaz nafile në çat kohë, ikindin e vënan pak. I fal sa rrecë të ikindin me fal, edhe e përfundon me namaz të ikindis. Tamam.
thot dhe nuk ka problem që të falet në këto dy vakte që i tham na. Më thonë e para pasi që të lind dilli edhe e dyta pasi ki ndih derisa të perëndoj, nuk ka thot të lashe që të falë në këto dy kohë namazet cilat i kanë humb, namazet kaza, ose të baj sejdë të tilavetit, të leximit, ose që ta falë namazin e gjenazës. Do thot prej qësoj kuhet që në shenë ka urejtë me falë namaz nafile, po na dalin 3 të cilat janë të lejume, dhe nuk ka problem. E para që ka namazet kaza. Mon personi i cili ka falë ikindin mund të falë namaz kaza pas sajna. Lejohet që personi i cili ka falë ikindin me bon sejdë të leximit. E ka lexuar uj pas ikindin, se ka lexuar për shembull surën Alaq. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq dhe në fund është ajeti i sejdës. Ose e ke ndëgjuar. E njëjta është. Qoftë se lexon, qoftë se lexon ndëgjon ti. E ki obligim me bosh sejdë. Edhe e sheh që ti namazin e ikindis e ke falë. Të lejohet, nuk ka kurrë problemi me bosh sejdën e leximit çat moment. Po edhe se ndodh për shembull që ka vorrem, ma shumicën e vorrimeve në tërë ose kena pas degës ose pas ikindis. Unë gjatë kohës dimnit shumicën e mas drejtës. Mirë po verës, shumica e tyre, mos me thonë gjitha, janë pas namazit ikindis. Për arsye se është më lehtë edhe për ata se të kanë qenë punë që me arrit çat vorrim ose se va. E s'mund me thonë pastaj ti që jo, nuk është e lejuar, është e urrejtur me fal namazin namazës, sepse na shen ka një kohë që është pas ikindis. Koha e cila është pas ikindis, urrejtja e faljes në këtë kohë është për namazet vullnetare. Jo për të 3 kategori cilat na i thanë. Tamam. Thot dhe është e urrejtur që me fal namaz nafile tek namaz sabahit e kina. Ma shumë se sa 2 rekatet namazit sabahit. Do me thonë, mulla me hati ka ardhë në xhami, pasi që ka hi koha sabahit. Edhe ku marrë pak më herët. Po du me i folë 2 rekatet namaz nafile, edhe pastaj me folë sunet e sabahit, edhe me folë farzën me kry. Po thot urrejhet që personi me e falë në qëtë mënyrë. Urrejhet, është e urrejtën. Çka ka para farzit sabahit, janë 2 rekate sunet sabahit, s'ka tjetër. Është e urrejtën. Po gjë e kumban deri tash, që s'prish punë nuk e ke ditë. Nuk ka diçka që është gjëna që e ke bën. Mirë po tash e tutje e din që është e urrejtën me falë në qëtë kohë me diç tjetër pas 2 rekatet të namazit të sabahit. Thot dhe nuk fal namaz nafile pas perëndimit diellit para farzit të akşamit. Nuk fal namaz nafile, sepse ajo vjetët në kuptimin e vënimit të këtij namazi. Na fillojmë me tham komplet që namazi i akşamit është mirë me fal me një herë si tinguar. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë që nuk i ndahet e mira umetit tem përdesë namazit e akşamit e falë në fillim kohës tina. Për këtë arsye momenti që thirrët ezani, thirrët i kameti me një herë dhe fillohet me namaz të akşamit. Thot dhe jo thot nuk i lejohet me falë namaz kur imami thot ka dalë në hutbe në ditën e gjuma derisa të hyjë sa zbrit edhe të përfundon ligjëratën e tina. Për çfarë arsye? Kështu do të më ndal pak. Hadithi i cili ka ardhur për çet namaz është një transmetim që një person e ka falë çet namaz në sahabi Harran, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke ligjëruar. Dhe thash, nëse thot dikush që Xhefeneti po thu nuk ban kur hoxha është në minber dhe ka filluar hutbën e xhumas, ke ardhur mbrana ulesh, nuk ngritesh me i falë
sunet e gjumos për para. Ulet dhe dëgjën këtë. Ta është i kështu është mund të ky hadith. Po du me shëru që mos me na trubullu pastaj këtë ndëgjoj me një anë me anën tjetër. Ky sahabi i cili është folën çat transmetim ka qenë një sahabi i cili ka qenë goxha i vogël. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është pyet përpara se kujt me ia dhon zakatin, sadakon. Dhe ka thonë për filan. Sahabit nuk e kanë njoft. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka pa ditën e gjumës që ka hyrë, ka thonë anë po ngritesh me i falë sunet të gjumës. O filan, më hubi jam të menat. Për me abon me dhije, atë në cilët ka ndasht me edhon zekatin, që ky është personi për cilën juve ju kam folë dje. Dhe thot me e kry, edhe obligimin që e kam pas ata, me edhon zekatin të ky person, edhe me i tregu se kush është ky, që ta shetutjem zekatin me e marë për arsye se e meriton, edhe mos më ofendu personi që ka me marrë atë zekat, sepse nuk ka thonë kur gjatë tjetër, për pos që i ka thonë nuk kumritesh me falë sunetin e gjumës o filan. Edhe pastaj, transmetimin tjetër e ki, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hyrë dikush me falë namaz, gjatë kohës që ka qenë duke lexuar, ai është ulë dhe ka prit derisa ai ka kryer namaz. Do më thonë, momenti kur imami është në minber duke lexuar, nuk i lejohet personi që me falë sunetin e gjumës. Për çfarë arsye? E para, ka me u çorientu nga ndëgjimi i hutbës. S'ka me mujt me ndëgju, sepse ka me u koncentru në namazin e tina. S'ka me u koncentru çka është duke fol imami. E dyta, kur të na ndeshën sunetin me farz, suneti bjen poshtë. Do thotë ndëgjimi hutbës është farz. Për ata që nuk e din, namazi gjumës i ka 4 rekate farz. 2 janë, vetëm 2 janë, cilat falen poshtë. Do thotë ti e ke obligim me ndëgju ata. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, edhe nëse i thu shokut tan, shoku mos ban zhur, problemi shkoj. Se je njëjtë çysh je kur je në namaz. Atë lejohet me fol namaz, jo prish namazin. Edhe tash, e treta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është ul, e sa ai ka qenë duke fal, i ka tregu që kur ti jemi duke lexuar te namazin, jo sunet. Për këtë arsye, nëse na ndodh ndonjëherë me orë vonë, edhe shohim që imami vetë se ka hyrë në minber, ulim edhe ndëgjojmë. Tash është edhe tjetra. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë që me lajket i shënojnë emrat ato që kanë prezantuar në xhimo deri në kohën kur imami e vendos kamën e parë në minber, në shkallë aty. E vendosa kamën e parë në aty, ato e lën listën edhe ulen me ndëgju. Tash kur ndëgjoj me lajë se s'kan gjinohe hiç. Qysh po mendon për një person i cili ka ardhur, plot gjinohe, edhe ngritet me fal sunetin, ndoshta e bënon imamin prej hutbës tina, ndoshta me siguri që ka me u përqendru namazin tina me fal çu çdohet, nuk ka me ndëgju kur gjao prej mesazhit që jep imami, gjitha këtu janë domin e tina. Prandaj kur ti jemi në këso raste, ulemi edhe ndëgjojmë imamin deri në përfundimin e hutbës tina, për këtë sepse këta kemi obligim me e bë derisa imami të zbret poshtë. E me këta përfundojmë për këtë javë, inshallah do të zotë që takojmë javën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.